Zonja dhe zotri, mirë prisni prezantuesin tuaj, Isli Islami. Mirëmbrëma të gjithëve. Duar trokitjet ashtu si që kemi marrë në gjithë këtë javë të fazës audicioneve, të njëjtën duar trokitje me po aq dashuri u jap juve që jeni përpara ekranit Vision Plus. Mirëmbrëma juristë son të nderuar. Mirëmbrëma Elsa Lila, mirëmbrëma. Adelina Ismaili, mirëmbrëma. Castro Zizo, mirëmbrëma. Akron Vakaj, mirëmbrëma. Të bukur si gjithmonë, mua nuk më merret për bazë, sepse unë jam afeksionuar pas jush, ju dua shumë. Edhe ti je shumë i bukur, Isli. Elsa ka pas gjithmonë diçka të veçantë, ka pas shije. Bëj shaka se më ka kapur frika me ju, bëj shaka. Shakaja nuk komenton. Gjysma e të vërtetë. O sa të mirë që jeni, do doja të vija t'ju puthja pak. Hajde. E lëmë se do mbushim gjysë finalet. E mbushim me performancë shumë. Nëse na kap pas 12-ta, e lëmë që unë vija t'ju afër jush. Të presim. Më prisni. Hajde. Mirë pra, gati për të shijuar një mbrëmje fantastike, le të filloj festa! E dini pse i kemi këtu shporta? Do mbledhim gështenja në Albanian's Got Talent. Sonte, ne kemi vallën Vjelja e Gështenjave. Ne jemi grupi Alba Pol!
Bravo. Bravo! Bravo! Bravo, bravo. 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 Mirëmbrëma! Mirëmbrëma. Në radhë të parë, komplimenta. Ishit vërtet shumë të këndshëm, si me vallëzimin tuaj, me muzikën që kishit përzgjedhur, ashtu edhe me kostumet e mrekullueshme. Nga cila tre vijnë këto kostume? Këto vijnë nga Treva e Peshkopis. Është Vallja e Gështenjave. Vallja e Gështenjave. Po, Vjelja e Gështenjave quhet. Ja pse ju kishit shportat me vete. Po. Fantastike, për mua është një po. Shumë Faleminderit që ishit këtu dhe që çoni përpara traditën shqiptare. Faleminderit juve. Ju jeni vërtet një ansambl i bukur, një kombinim jashtëzakonshëm ngjyrash, atmosfera po e tillë, është tamam muaj nëntor, dini që është muaj festash. Mua bëri shumë përshtypje ai djali atje. Brapa. Po. Ai djali. Për mua. Po. Përshëndetje. Nga e djalosh? Unë jam nga Tirana. Si quhesh? Darsi. Sa vjeç je? 17. Sa kohë ke që kërcen kështu si djalë? Kam gati 8 vite. Jo si djalë. Dhe jo, unë role grash kam lëtur gjithkohën. Po ti pse zëmësove një djalë nuk e kupton. Shumë bukur, e ruajt e gjithë atë karakterin dhe e kërcimit dhe çdo gjë, por kjo që unë bëra tani ishte thjesht shumë miksore dhe bravo të qoftë ty. Faleminderit. Bravo. Bravo grupi. Nga unë keni një po. Shumë faleminderit. Me pëlqyet shumë, çdo që ishte shumë e bukur, një potpuri vallësh sjellur aq mjeshtrisht nga ju, u koordinuar shumë bukur, veshja është fantastike, e komentua me Elsën sa e bukur është veshja, sa shumë ngjyra ka. Vërtet, vërtet. Edhe mua bëre përshtypje ti, pse ishe në rolin e djalit, po kjo pak rëndësi ka. Një plus për ty. Faleminderit. Kështu që fantastike, vetëm vazhdoni. Shumë faleminderit. Në të përgjithshme mua më pëlqeu shumë sinkroni, pasioni, forma e juaj që nuk është thjesht dalja një herë në skenë, po ndihet përtej asaj, përtej grupi, fryma e gjithë loja që u bë gati në kufite erotikës, ku burrat gati si ata kaposhët i shfaqeshin grave në më të mirën e tyre për të fituar zemrën e secilës. Nga një po e madhe dhe nga unë. Bravo. Faleminderit. Do e marrë lekun, do e vendosë në dorë. Okej? Tani, unë poshtë dorës time kam një magjistar të vogël që ai do nxjerrë dorën edhe do zhduku lekun, shiko. I ka herët nga Shqipëria. Vetëm 13 vjeç emigrant. Profesioni im është prestigiator, iluzionist, mentalist. Ka marrë pjesë në shumë skena në përbot, por të marrë pjesë këtu në skenat e Shqipërisë është një krenari e madhe për mua dhe një mall shumë i madh që kthehem në vendin tim. Jam dashnor Bushi. Për amerikanët ku jetoj, jam lover Bushi. Gjithmonë pas performancave, ka shumë njerëz që më kërkojnë, a mund të ma zhdukosh gruan? Problemi është se unë kam pasur gruan tim asistente, e kam zhdukur disa herë, po ajo kthehej përsëri. Përshëndetje, mirëmbrëma. Është kënaqësi e madhe për mua të jem këtu sonte. Unë quhem Dashnor Bushi, kam lindur në fshatin Luzi Vogël në Kavaj, por jeta ime është ndërtuar me aventura në përbot si një pjesë e madhe e shqiptarëve. Në moshën 13 vjeçare kam ikur për herë të parë në Itali, më kthye nga Italia ika në Greqi. Pastaj ika prapë në Itali dhe kam 12 vjet që jetoj në Amerikë tani. Jam bërë shumë artikuj, faleminderit. Jam bërë shumë artikuj për emigrimin. Unë këtu kam sjell disa copa gazete, po do ishe bukur se kur të kishim një gazetë. Wow! Faleminderit. Jam i sigurt që këtu është edhe një pjesë, një artikull për sa i përket jetës time. Është diku më falni një sekondë se duhet jetë. Wow! Diku
jam I sigurt që kam sjellë gazetën e duhur. Edhe besoj ndoshta është këtu mbrapa. Është. E di çfarë lëre fare. Tani do dëshiroja krevate ta lexosh. Po. Do dëshiroja të afroja te Juria të bëjë diçka nga afër. Po, patjetër. Nëse më lejoni. Jemi e pritur. Faleminderit. Atëherë do dëshiroja të bëjë diçka interesante nga afër, diçka të bukur. Le ta fillojmë. A mund të flasim në njëjës? Po, patjetër. Agrona, mund të fillojmë me ty? Po, patjetër. Atëherë, mua fillon gjithmonë se agron, alfabet, abetare. Është edhe Adelina. Po, jam unë agron. Agron, po. Në rregull. Atëherë, un kam këtu diçka që kam sjell nga shtëpia të gjithë kemi janë gjëra që ndodhen në shtëpi, një shami. Unë se kam një tim. Edhe nuk e shami. Të tillë jo. E ke në xhep. Jo, të kuqe. E ke në gjyrë tjetër. Po, blu. Jo, si jo, okej. Në rregull. Kjo është një shami dhe këtu kemi një gjelpër me kyç. Mbërthec, themi. Mbërthec, okej. Shumë bukur. Tani a mund ta heqësh këtë, vetëm është thjesht që të shikosh. Teq paromanda. Duhet ta hapësh, po. Mbërtheckën. Në rregull. Ajo është një mbërthec e rregullt apo jo? Ta vendos tu tani unë të visha mia këtu. Po, jo, shiko, unë dua që ti ta kontrollosh. Këtë. Domethënë, ajo është e rregullt apo jo? Po, është shumë e rregullt. Po mos ishte e rregullt, unë ja ta kontrolloj. Është e rregullt, është e rregullt. Adelina është e rregullt. Shumë bukur. Është e rregullt. Është super e rregullt, ja. Kllaq. Agron, t'jap dhe shamin mund të bësh numrin, e kupton? Jo se bësh shaka, shiko. Kjo është një mbërthec shumë interesante sepse unë kur e vendos këtu, ti për ta hequr duhet ta zbërthej apo jo? Po patjetër. Atëherë unë qofse vetëm e rrotulloj kështu, Adelina të lutem vetëm fry shamis. Agron, tërhiqe mbërtheckën? Tërhiqe? Wow! Faleminderit. Shiko, se publiku mund mendoj përse e mbuloj mbërtheckën. Tani do e bëj. Sa moshë ke dashi? 48. 48. Kur kam qenë ushtarun në Lekajt Kavajës, ti aty ke qenë. Aty. Luz. Shiko, tani të lutem mund ta mbash shamin këtu sepse ndoshta publiku më don pse e mbuloj, domethënë gjilpërkapsën. Tani ne do e vendosim gjilpërkapsën këtu, edhe do e shikoni edhe ju, por edhe publiku, që kjo nuk lëviz nga këtu, apo? Jo, nuk lëviz. Mund ta kontrollosh, në rregull? Tani, Agron, mbërthecka është okej. Në rregull, është afër teje apo është afër meje? Mbërthecka është, domethënë, është më afër nga ajo. Është më afër nga ty nëse do ishe këtu tek mua. Okej, dakord. Por unë mund të bëj të kundërtën pastaj, se nëse e mbar mbërtheckën lëviz kështu, ajo lëviz këtu, e kupton? Wow. Lëvizë. Nuk lëviz apo jo? Jo, nuk lëviz. Shiko, po ta marrim mund ta mbaje? Më fal. Nuk ka problem, mund ta mfrojmë edhe më afër, e këtu, e kupton, shiko. O zot. O zot. Wow. Tani do e zbërthej edhe ti mund të mirësh me këtë pjesë. Kisha dëshirë të merrem me zonjushat. Mbaj dashi? Po. Mbaj dashi. O dashi? Nuk ecën. Jo, goni. Jo. Është e pamundur. Kjo është dilemë për mua sepse nuk e di se si. Për mua është trilemë. Shumë faleminderit. Si Adel. Wow. Është profesioni im. Jam përsigjator. Atëherë, do kisha dëshirë të bëja diçka me letra. Letrat janë pasioni im. Elsa, ke një pako letra? Jo. Atëherë përdor të mia, s'ka problem. Kam unë një pako letra, kështu që siç e shikon këtu kemi letra të përzierë, edhe unë dua që ti të marrësh një letër, t'ia tregosh kolegëve, edhe publikut, edhe ta mbash mend letrën, zgjidhe çfarë letre don. Në rregull? Pëlqen letra? Ngre ta shikoj publiku? Në rregull, vendose letrën këtu. Tani unë do e vendos letrën mes letrave. Në qoftë se nuk e gje letrën tënde me të parën, ti fiton 100 euro. Jo nga unë, nga Agroni. Jo nga unë, bëj 1000. Bëj 1000. Vendosi të lutem duar kështu. Nazat bukura. Ishe kollaj? Jo, sepse varet nga magjistari. Letra jote ishte kuqe, me zemër, 4 me zemër. A ishte letra jote po apo jo? Ja. Jo? Shiko, gjithë bën gabime. Nëna ime ka bërë një. Se ti e gabim për letre kishe. Të gjithë jemi gabimër. Duhet të tregoj? Cila ishte letra jote? Kto e? Shtata. Me? Ezez.
me dipike. Me maç. Maç. Po pse nuk të dha 7 maçun? Jo. Ta shikoj? Më dhe një letër të kuqe 4. Ta shikoj. Ama. Shtada është një letër speciale, është pavarësisht Ta është bajo edhe këtë numër. për kujtim? Po, Apo pastaj? mbaroj me numrin dhe pastaj do. Atëherë shtada është Jo, një po. numër me llak. Nëse hedhim letrën ajo vjen mbrapsht, e kupton? Tani nëse vendos letrën në mes letrave ajo vjen sipër. Poz. E marr e vendos në mes të letrave. Mjafton një snap edhe ajo vjen sipër. Okej, do e bëjmë me shumë kujdes. Shiko vetëm faleminderit atë. Faleminderit. Është e rëndësishme që mos mbyllni syt sepse aty ndodh gjithçka. Kur mbyllni syt ndodh gjithçka, kështu që do e bëjmë me kujdes letrën mes letrave. Tani do e shtysh vetë letrën. Shikon letrën që është mes? Do marrim 1, 2. Ajo prap vjen sipër. Shikon? Do e vendosësh vetë letrën mes. Ja, marrim ta vendosim mes, ajo prap vjen sipër. Oh, i 10-a. Fry. Edhe 7-a. No, që ka 5-a. 5. Fry atë. Vetëm fry ti. Ikun mes. E shikon? Tani, nëse ne e kërkojmë 7-ën, 7-a nuk është në mes të letrave, por është sipër. Okej? Është 10-a. Do i frysh vetëm ti. Në 7-a. Mama mia. Okej, do e shtysh vetë letrën mes, do e marrim letrën, do e vendosim këtu, shtyje vetë letrën mes. Garda të O, qëra ndodhin kur ne nuk Diku mund mendoj se unë kam më shumë se një 7. Dashi, më fal. Kështu luan me gjitha letrat? Po. Po me letrat anonime? Edhe me letrat anonime. Tani, që publiku të besoj që është e vetmja letër, unë dua që ti të shkruash diçka në letër, që ti jetë e vetmja letër që ekziston. Adelina, mund të shkruash atë diçka? Elsa. Shumë bukur. Elsa dhe Adelina. Ulix. Tani, është shumë e rëndësishme ta marrim letrën dhe ta vendosim. Nuk ka rëndësi se çfarë letra është, sepse mund të ishte çfarëdo lloj letre. Ta marrim letrën dhe ta vendosim me kujdesin mes letrave. Nëse unë i përzil edhe me 2 dorë, aty njerëzit mendojnë se aty ndodh prestigji, do i përzi vetëm me 1 dorë, po unë xhep kam portofolin edhe kështu që duhet që ti ta mbash portofolin. Në rregull? Do e gjel letrën tënde me 1 dorë. Okej. Dhe siç e bëjmë parë, nëse unë e hedh letrën kështu ajo kthehet mes letrave. Nëse hedh nga kjo anë, letra ikën. Edhe shkon në xhepin e Agronit. Nuk e besoj dot. Mos e na çmendë fare po letra. Ku do të xhep Agron? Mos kam xhep fare. Jo, në xhep pantallonave. Po e çmendur ti? Jo. Vetëm këto kam që xhepat. Nuk është aty. Xhepat kam. Do ishte numri i bukur sikur të ishte aty, apo jo? Po shiko, letra shkojnë në xhep Agron, por nuk ndaloj aty. Se? Letra shkojnë në xhep, por nuk ndaloj aty. Ne këtu kemi portofolin, ne letrën vendosëm mes. Tani do hapim portofolin. Portofoli është me zenxhir, edhe brenda kemi një zarf. Zarfi është i mbyllur, mund ta kontrolloni Kastro, të lutem, ta shikoj zarfin, është i mbyllur nga të gjithë anët. A është i mbyllur? Me zamp, madje. Okej, a është i mbyllur zarfi? Në rregull, Adelina, shikoj të lutem zarfin është i mbyllur. Shumë i mbyllur. Po. Okej, Agro? Të lutem, grise me kujdes. Grise me kujdes. Edhe të shikojmë çfarë ka brenda. O, zot. O. No. Jo, s'ka mundësi. Po! Me firmën tënde dhe me firmën e Adelinës. Nuk e besoj dot. Po, për zotin. Nuk e besoj dot. Një minut. Dashi do më falësh, e? Unë po filloj Një minut pra Elsa, Edi Rama shkon deri në Kuq për të fituar zgjedhjet. Një minut. Alo. Edo qa bërë, Agronllaka jam. Por të kam gjetur letrën e fatit, hajde i dhe këtu, apeta nga talent, i ketë fituar zgjedhjet me këtë ore. Ore, me këtë e ka këshu ky, voto për Berishën të delë për ty. Gjithë njerëzit mendojnë se prestigiatorët përdorin duart, apo mëngët, apo xhepat për të fshehur letra. Jo. Do e marrim letrën dhe vendosim këtu. Okej? Të vini.
No! Kjo është për ty edhe Castro, mos kujto se kam mbaruar jam Se ta harrova. Por para se të largohem, para se të vi tek ty, do doja t'ja dhuroja këto letra publikut, edhe pastaj do kthehem te ty Castro. Në rregull? Kali. Non ci credo. Nuk e besoj dot. Djali, nuk janë lekë, janë letra. Hop. S'ka gjë, tek unë e prisja. Wow! Goditja amerikan. Faleminderit. Bravo! Bravo! Tani, si që thash, Castro, para se të largohem, unë kam një surprizë, është një video që kam xhiruar, një parashikim, një eksperiment që kam xhiruar para se të vi këtu. E kam xhiruar me telefon. Po? Pikërisht për ty. Për mua? Po mendimin e juris do shikojmë se çfarë është në telefon. Unë do bëj play videon. Është një video që unë kam xhiruar. Aha. Do e bëj play. Albania's Got Talent, përshëndetje nga New Yorku. Faleminderit që merrni pjesë në këtë eksperiment. Ky eksperiment do bëhet me ty, Castro. Unë dua që ti të mendosh një numër nga 1-shi te 100-ta. E di që je rrethuar me njerëz, po për momentin numrin mbaje vetëm në mendjen tënde. Para se të dëgjojmë këtë video, unë këtu kam shkruar një numër. Tani, Castro, për herë të parë, thuaje me zë të lartë, cili është numri jot? Do ndaloj videon, Castro, një numër nga 1-shi te 100-ta, çfarë numri duash? Po duhet ta them. Po. 97. 97. Shiko, do e bëjmë play videon. Edhe të shikojmë. Interesante. Çfarë numri do dali? Shumë interesante. Siç thash më parë, unë këtu kam shkruar një numër. Jo një numër çfarëdo. Por numrin tënd. Unë quhem Dashnor Bushi dhe kaq kisha për ju sonte. Faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit. Unë kam marrë pjesë në shumë skena nëpër botë, po është një kënaqësi e madhe të marr pjesë në skenën e vendit tim. Shumë faleminderit. Biserdhe në Albania's Got Talent, biserdhe në finalin në Albania's Got Talent. Bravo! Bravo! Bravo, jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm. Faleminderit. Faleminderit. Unë do doja ta bëja këtë gjë, i ende nuk e besoj dot. Asun, unë jam e shokuar. Unë jam njeriu më skeptik i mundshëm, sidomos i këtyre jashtëzakonshëm. Bravo! Jam impresionuar. Jam pa fjalë. Faleminderit shumë. E zbulova unë të vërtetën. E zbulova unë. Do ta them. T'ja tregoj publikut? Po. Ky është artist i jashtëzakonshëm. E thash të vërtetën. E the. Dashi. Fantastik. Bravo. Shumë faleminderit. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Oh, how I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Jam Berselda, vi nga Elbasani. Për mua është një ëndër shumë e madhe që të merra pjesë në Albania's Got Talent. Të dalë në skenë,
Gjithmonë dua mbështetjen tënde. Nga mami e ke, gjithkohë mamë do të mbrapa. Do të këndoj The Impossible Dream që titullohet Një ëndër e pamundur, por sot për mua është një ëndër e mundur. Impossible dream to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, and to run where the brave dare not go. Kujtja kemi frikën nga juria. Ecës. And to love pure and just from afar, to try when your arms start to weary, to dream the unreachable star. This is my quest to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without questions or bows, to be willing to march into hell for that heavenly cause. And I know if I be true to this glorious quest, then my heart will lie peaceful and calm when I'm led to my rest. And the world will be better for this. There's a man scarred and covered with scars, still strong with his lessons of courage, to dream the unreachable to dream the impossible dream, the unreachable road, the unreachable Hajde mami, bravo. Po qan. Bravo! Griselda, bravo, një bravo nga zemra. Ke një shtrirje të jashtëzakonshme dhe një frym të merrsisht të gjatë për të patur për të qenë vetëm 12 vjeç. Një timbër vokal të mrekullueshëm, je intonuar dhe sa më shumë vazhdoje në interpretimin tënd. Na shtoheshin emocionet, mua më shtoheshin emocionet, deri në akuten finale. U transformua papritur skena e Got Talented, më duk sikur ishim në një musical. Ato lloj atmosfere të solle. Dhe për mua sonte është një po e madhe. Bravo,
me gjithë zemër. Po. Griselda, se çfarë bëre ti sot këtu, ti je vogël, por duhet ta kuptosh që ke sjellë një gjë të madhe. Shumë faleminderit. Interpretove gjithë shtrirjen vokale tënde në je me të vërtet e mahnitshme, interpretimi, kalimet, zbritjet, eledatove, kamilërtullove, e skulpturove, çfarë nuk i bëre. Edhe unë them, pse ti 12 vjeçë këndon si një e madhe. Bravo të qoftë. Shumë faleminderit. Unë ma gjepsa me ty. Në qoftë se ti fshtive një pikë lot, edhe unë sytë plot i kam. Shumë faleminderit. Një admirim shumë të madh për fuqinë e vokalit tënd, ajo fuqi ishte e mahnitshme. Edhe uroj që gjithmonë të këndosh lart, të shpërthesh. Bravo, Adelina. Si që ishe në këngë, më pëlqeu edhe poshtë, ishte shumë bukur, shumë e ëmbël, shumë ledhatuese. Solle një pikë ëndre në skenën e Albania Got Talent, na bone me ëndru. Bukur, nga unë një po. Shumë faleminderit. Artist të bën nëna dhe jo skena. Ti erdhe artiste me nënën dhe u shtrive, u bëre, u familjarizove duke bërë nën edhe skenën sot. Sigurisht, për te gjithë fjalëve të mira tonat, kishte momente, do më thënë erdhi e gjitha në mënyrë progresive, por aftësia jote, talenti jot e na verboj mua personalisht gabimet fillestare. Një po e fuqishme dhe nga unë. Shumë faleminderit. Çfarë mbrëmje, pa dashur të heq asgjë nga entuziazmi. Do ju kujtoj se duke qenë se jemi vend shqiponjash, këtë lidhjen me Shqiponjën e kemi goxhat veçantë. Jo më kot edhe Golden Eagle që ndodhet edhe në tavolinën e juris, na shërben për t'i dhënë energji të gjitha mbrëmjeve të sënave në ekranin e Vision Plus, në Albania's Got Talent. Faleminderit Golden Eagle për mbështetjen që jep këtij edicioni të dytë. Shkëputemi vetëm pak fare, edhe rikthehemi me Kastron, me Elsën, me Adelinën, me Gonin dhe me konkurrentët e mbetur në këtë fazë. Kthehemi pas pak. Ne jemi grupi Future Steps dhe vim nga Elbasani. Ne jemi gati që në këtë rrugtim t'japi maksimumin ton. Albania's Got Talent! Are you ready for it? Nisje më të mirë se kjo, nuk ka. Up in the time and I heard that was ugly. Came from a bitch who nigga want. I said my face bomb ass like cracks. Go stack like jury on the dash like I mean last night with that good make a nigga act right. Broke boys don't deserve no pussy. I know that's right. Big bag pussy, not the Benny man. Take a member, I can party back and all these bitches fuck. It's big bag pussy, not the Benny man. Take a neck, party back and know you bitches fuck. If it's up, then it's up, then it's Boy, I had to back the grave. Good morning.
you want now? What you want now? What you want now? What you want now? What you want? Cut that fool. They wanna act stupid, gun butt that fool. When I cock that tone, nigga, run your damn jaw. Before we fuck around and lay you up in your own blood pool, nigga. Hunt you down, nigga, run your ass down. Unleash the house till them niggas will gun your ass down. Stop it. You frontin' like this was a thing in the past. With tattoos over the scars, a nigga left on your ass. My niggas think lopsided, bust they got cross-sided. Subways, they rob trains running alongside it. See, motherfucker, we don't play for that shit. And if you want your shit back, you had to pay for that shit. You little costume niggas, romper room niggas, get you in the night or early in the afternoon niggas. We taking your whole shit while we pass through. Even the shirt off your back, nigga, run that too. I catch you backstage, give me the keys to the Escalade. You think you cute, ho? Take off them Gucci shades. I get my dog to do you dirty. They all 730, rock the ski mask, whether it's June or February. I take your show money, take your drum money. Yo, yap that fool, cause I don't know money for... Ato pak herë që kam vendosur që mos ndjek instiktin, gjithmonë kam bërë gabim. Kështu është edhe rasti juaj që po ndjek instiktin, figurat ishin të mira, mizanskenat që kishin ndërtuar nga njëri kërcim të tjetri ishin të sakta, mendoj që ka nevojë për më shumë punë në sinkron dhe koordinim që keni me njëra tjetrën, në tërësi ndat një energjinë e asaj që quhet e ardhme. Do sugjeroja që nëse ka një hap tjetër, do t'ju sugjeroja që të shiknit pak me kujdes ndoshta zgjedhjet muzikore, sepse në të gjithë figurat që ju kryet dhe bët sot nuk ishte demode atyre që ne jemi mësuar kundrejt kërcimit tip po pa po kontemporan që ju bët sot. Për mua keni një po sot, po jo shumë të. Edhe unë e pëlqeva shumë të bukura, komunikonit me njëra tjetrën. Kujdes Ledina, se Ledina ishte shumë bukur, çdo gjë ishte perfekte, nga unë keni një jo sot. Atmosferë, asnjëherë nuk ndoshta kishte edhe ngritje, kjo më pëlqeu më shumë dhe mendoj që jeni ashtu siç keni dhe emrin e grupit, you are the future. Edhe unë do ju jap një po. Edhe nga unë po, për hir të zgjedhjes muzikore që nuk ishte e lehtë fare, mirë po nuk mund ta anashkaloj faktin që disa vajza nuk ishin në ritëm, nuk ishte sinkronizim. Vajza lidere ishte gjithkohën në ritëm, disa tjera nuk ishin në ritëm, ndoshta do duhej të punohej më shumë nga ana ritmike se sa ajo teknike, mos vët vallëzimi vetëm për të bërë, po për të ndjerë. Në momentin që ndjehet, atëherë nuk do të ketë gabime, megjithsesi mirë, bukur. Unë nuk do merrej me elemente tash të sinkronit dhe elemente të tjerë, po them që më pëlqeu gjallëria, dëshira juaj për të dhënë gjithçka nga shpirti juaj, sepse kjo kërkon përkushtim, kërkon pasion. Kështu që po të rrim me Kastron, kjo është një rrëmujë e bukur artistike të cilën e pëlqej. Dhe rruga do të japi mundësinë që herë tjetër patjetër të vini në një nivel më të lartë. Edhe unë po. Kaq. Faleminderit. Për mua tingulli ka qenë shumë i rëndësishëm për të kuptuar se çfarë kam unë përreth, dhe ky tingull u shndrua në muzikë që jo vetëm më mundson të këndoj, por edhe të shpreh veten, të marr duart rrokitjet e publikut që për mua janë shumë të rëndësishme, dhe pse jo, t'ju dhuroj edhe juve pak nga emocionet që unë përjetoj. Jam në skenën e Albania's Got Talent me një djalosh që nuk dua të them që shumë i talentuar, sepse do e zbuloni vetëm pas pak. Diego Zelka.
Diego po më tregonte edhe në backstage. Diego ka filluar këtë lidhjen e fortë me muzikën që në moshën 5 vjeçare, fillimisht me pianon apo jo? Po, kam vazhduar në fillim me pianon që në moshën 5 vjeçare, më pas në liceun artistik mendova që të kënduarit është një gjini që më sjell pranë publikut, kështu që ja ku jam sot, diplomuar në Universitetin e Arteve. Po, të shpjegojmë vetëm diçka, kjo nuk është skena e parë ku ti ngjitesh, sepse ke kënduar dhe jashtë shtetit apo jo? Po, unë vi nga një jetë koncertore të themi e pasur në Barcelonë, Strasburg, Tajland, deri atje. Deri në Tajland. Do ma gjepsim jo vetëm jurin, po edhe publikun që ndjek Albinës Gatanit me një material shumë të bukur sot apo jo? Shpresoj që t'ju pëlqej pajsa dhe mua dhe të arrijat emocion që do të përcjell me Alessandro Safina, Luna Tu. Mbetet vetëm për të shijuar këtë performancë, zonjë dhe zotrinj, Diego Zelka. Suksese. Faleminderit. Quanti sono i canti che risuonano, desideri che attraverso in secoli han solcato il cielo per raggiungerti. Porto per poeti che non scrivono e che il loro senno spesso perdono. Tu accogli il sospiro di chi sposi che mi guardi adesso, ascoltami. Only you can heal my soul. Luna, tu che conosci il tempo dell'eternità e il sentiero stretto della verità. Dentro questo cuore mio, questo cuore d'uomo che non sa che l'amore può nascondere dolore come un fuoco ti può bruciare il cielo e la sua immensità e ci mostri solo la metà che vuoi, come poi facciamo quasi sempre noi, angeli di Creta che non volano, anime di carta che si incendiano, cuori come foglie che poi che svaniscono, figli
Bravo, 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 bravo. Ore Diego, dëgjon, urime shumë. Faleminderit. Bravo të qoftë, edhe të bëj pak, je bërë pis me Golden Buzzerin e parë, se na emocionove shumë. Faleminderit. Je bërë pis me Golden Buzzerin e parë në këtë edicion të dytë nga Adelina Ismaili. Bravo. 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 E gjithë duar dorëkitja për Diegon. Bravo Diego. Faleminderit shumë. Borgj nuk të kishim, djali dashur për na emocionuar kaq shumë, po ne të falenderojmë Evzoni shumë. Faleminderit. Adelin, edhe Golden Buzzerin të parë për këtë, edhe të vetmin sepse e rikujtojmë vetëm një Golden Buzzer për sesinë për anëtarëve të jurisë. Jam pa koment, jam shumë e emocionuar. Diego është nivel tjetër. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit Diego. Unë jam Agron Llakaj. Faleminderit që solle ka që dritë sot në Albania's Got Talent. Faleminderit. Me zërin të magjik. Castro. Krijuesi ka plane për secilin prej nesh. Dikujt i jep më shumë a më pak në ato që ne i quajmë shqisa, por e thagoni i solle jo vetëm dritë. I solle një copës parajse sot. Faleminderit. Faleminderit. I shkëlqyer. I shkëlqyer. Po mendoja teksa po shijoja, jam i bindur sikur se gjithë ata që e pan performansën, unë e kam dëgjuar Alessandro Safina në live ta interpretoj këtë këngë, po sot e tutje unë do them që kam dëgjuar dhe Diego Zelkën. Faleminderit. Që e ka kënduar live. Faleminderit shumë. Kështu që kjo është Misioni u përmbush, domethënë. Mission completed. Finalisti i parë i këtij edicioni të dytë miq të Albania's Got Talent, Diego Zelka. Bravo. Klarneta është jeta ime. Të dy bashkë kemi bërë një. Kam marrë pjesë në shumë konkurse ndërkombëtare të këtij lloji, por më mungonte Shqipëria, sepse jam shqiptar. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ti je? Erdenaj Sali, Nga vje, Erdenaj? nga Maqedonia, Tetova. Tetova. Po. Bravo. Bravo. Ke një instrument shumë të bukur në duar, nuk e di se sa i talentuar dhe i kompletuar, por çfarë ke zgjedhur sot që shkel në të sken? Sot kam gjetur një këngë Erdh Pranvera dhe një këngë turke. Suksese. Faleminderit.
Erdenjet. Erdenajt. Po. E regjistruar pjesa apo luaj e ti tani? Unë i luaj tani. Tani po luaj e ti? Po. Po. Po mirë se më konfondojsha shumë herë, më duket sikur është një gjë e regjistruar se është aq super perfekcion tamam sa nuk po më besoj se po luani ju në Perfekcion. Nuk më kanë zënë syt deri sot një talent si ty në këtë instrument. Faleminderit shumë. Nga notat poshtë deri tek ato që janë të pabesueshme për të kapur. Nuk të vetëm bravo, por të lutem se unë jam kështu fiksim magji i muzikës shqiptare, se ajo nuk pësdoj. Papagjyshin. Jo, dua të... Gjeneral Gramofonin. Gjeneral Gramofonin. E luan? Po. Pa të lutem të qajmë bashkë. Gonin. Që t'jemi si i kep, me lojën dhe talentin tënë, unë 2-3 herë jam bërë gati të godas Goldbazerin, por unë jam i natyre që të presun tani, 3 muaj dalë shprap ti, kjo së më përqen. Qa bjen tot janë të orkestrës? Unë them një pot të madhe me zemër, po këto femrat e bëjnë më të bukur. Faleminderit shumë. Bravo. Qish na bane ta i gjallë të tove qish na bane. Apo, a? Na e ke nëzirë nga ADN-ja, e ke qa me lot kur dole. Kështu. Faleminderit shumë. Kur dole elegant, me veshje të zeza. Faleminderit shumë. I qetë. Pash, klarineti. Po që të shkonte me klarinetën, pra. Pash, ka me hangër klarineti, se ishte shumë i qetë. Po ti e zotëron aq mjeshtrisht, uroj që kur mos ta braktisësh këtë instrument, as për TikTok, as për kur gjatë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Edenard, sa vjeç je? 16. Oh, mamma mia. Jam akoma më impresionuar duke ditur moshën tënde. Ti je klarineta vetë. Faleminderit. Je një talent i pa diskutueshëm. Faleminderit. E kisha mishin kokra gjatë gjithë performancës tënde, isha emocionuar dhe gati nuk po merja frym. Aq shumë ti ishe njësh, jo vetëm me instrumentin,
por me muzikën ishe njësh, sepse është ndryshe ti biesh një instrumenti dhe është ndryshe të bësh muzikë dhe ti sonte ishe njësh me muzikën. Ishe një pasion unik, një perfekcion, intonacioni perfekt, teknika perfekte. Dhe për moshën që ke ti luan si kur të kishe 30 vite që luan klarinet. Bravo, bravo, bravo. Faleminderit. Erdenajt, teknik shumë e mirë, simbioz me instrumentin në mënyrë më të shkëlqyer të mundshme parë deri më sot në vazhdim asaj që tagonin në instrumentin përkatës. Mendoj që nuk je profesionist, duke qenë më profesionist se shumë profesionist. Faleminderit. Më befasove, një po shumë e madhe dhe nga mua. Shumë faleminderit. Po, gjithë qysh. Faleminderit shumë. Bravo. Të gjithë konkurentët në Albinës Got Talent na kanë mësuar dhe na kanë treguar se sa rëndësishme është që të ushtrojmë, sa e rëndësishme është praktikohemi, ndonjëherë shumë rëndësishme edhe të pushojmë, të bëjmë një lloj pauze, një pushim të shkurtër. Ka ardhur momenti për të shkëputur pak, për të falendëruar ata që mundësojnë dhe mbështesin këtë edicion të dytë të Albinës Got Talent. Faleminderit Ujit Qafshtama, që është gjithmonë kranesh. Ne rikthehemi në skenën e talenteve në ekranin e Vision Plus. Vetëm pas pak. Jemi grupi i grave të Uta nga Tetova, të cilat shumë pak i numërën vitet që kanë dhe po vazhdojnë duke shfrytzuar jetën. Ne në grup kemi edhe më të reja se ne, po jemi ne baze atyne dhe nga juria e dashur që janë profesionist, ne presim nga një po shumë të fortë dhe ju duam shumë për atë po që do t'a boni. Miru pafshim në skenë aty, ku do shkëlqejmë. Sigurisht se po. Ju dua shumë.
Wow! Çfarë ekzibicioni keni bërë zonja, mirë se erdhët në radhë të parë në Albania's Got Talent. Jeni fantastike! Përveç se na sot një atmosferë të mrekullueshme, unë jam e bia e Edmondit, i cili është një ish korist. Dhe jam rritur në korin e operës dhe baletit, dhe kur shoh kore përpara meje, bashkësia e gjithë këtyre zërave të mrekullueshëm që keni, nuk e di, më keni dhuruar një performancë që emocionuese. Më hoqët pak mallin e nënave, gjithë këto nëna të mbledhura, të talentuara përpara nesh që na dhuruat këtë ëmbëlsi, këtë bukuri, këto këngë të bukura, të veshura bukur, unë ju falenderoj nga zemra, vërtet, dhe ju mirëpresim në raundin tjetër. Unë ju mirëpres. Për mua është një po e madhe. Unë do doja të dija diçka më shumë nga jeni, kush jeni, një emër. Çka don të dish Mërzizo? Yes! Unë dua të di se nga vini, a keni një emër si kor, sa ko keni që merreni, kështu, sa detajet vogla. Emër Kastro se shumë don të dish. Gjithmonë ke qenë kurreshtar. Unë jam po është lloji brezit ose lloji. Është natyra jote. Unë e di. Ne jemi kori grave Teuta nga Tetova. Jemi një gra i grupit Teuta, i cili meriton shumë respekt, të cilin e gëzojmë fatmirësisht. Nga se të gjitha kemi një moshë të pensionuara, pak kemi të reja këtu, të cilat janë shumë të bukura, dhe vazhdojmë. Të gjitha jeni shumë të bukura dhe ju kam përshtypjen që si pak gjysë për pasion, gjysë për qef, apo gjysë për të kaluar dhe pak kohën, mendoj që përfaqësoni shumë herë më shumë se sa dhe shumë institucione të cilat duhet bëjnë më shumë për të Bravo, Kastro! të mbledhur 16 gra të mrekullueshme. Çfarë kishit një nga një dhe të gjitha bashkë mua ma dhatë? Faleminderit për emocionet. Faleminderit prej teje. Dhe faleminderit Elsa për vlerësimin shumë të lartë. Dhe ti je një yll për ne. Shumë faleminderit Dhe ne jemi shumë të gëzuara që jemi para një paneli kështu të bukur. Ju falenderojmë shumë. Ju duam. Edhe ne ju duam shumë. Ju duam. Dhe me zor po presim të na riktheheni. Faleminderit. Ja kam zili Elzës edhe Kastros që folën para meje. Jo, do ndalemi dhe këti se të kemi tonën. Faleminderit. Nuk di me fjalë ta përshkruaj magjin që e sollet sot tek ne. Sot do doja të më jepte Zoti fatin që t'jem një gjyshe si ju. Unë jam adhuruese e flakt e koreve dhe kur pash gjitha këto zonja duke kënduar aq bukur, duke u dukur aq bukur, duke na dhuruar aq emocion të fill me plus gjithë kësaj na vini nga Tetova, nuk di si mund ta shpreh falenderimin edhe respektin tim me fjalë. Vetëm thuaj se ju dua, kaq. Ju dua. Dhe mezi pres ju shoh prap. Për ndryshe Adelina, ne dyja kemi një diçka të përbashkët. Që është? Unë kam një Ulix që i ka afër 50 dhe ti ke një djalë Ulix. Kjo na bashkon. Unë nuk e di pse magjia e kësaj mbrëmje patjetër duhet marrë emrin tuaj. Na e zbukuruat dhe jeshuat kaq shumë skenën, por edhe shfaqjen. Albania's Got Talent mori një tingëllim veçantë sot. Dhe natyrshëm di të them, në momentin kur zonja tha se vim nga Tetova, bukuria është relative, por faktikisht skalitet tek njerëzit dhe nuk mund thuhet se bukuria është me moshë. Sepse jeta që keni kaluar, ajo çka bëni dhe promovoni, për mua është bukuri më e madhe se sa bukuria fizike. Unë di të them se mbi ju na treguat sot se sa e madhe është Shqipëria.
Faleminderit. Ju vetë jepni ditë për të mos qeshur. Shumë faleminderit që jeni sot në këtë mbrëmje. Faleminderit për te. Goni nuk të shkon të jesh shumë serios. Jemi Ide gjutime. Bëja tënden më mirë. Fal. Shumë kënaqësi, faleminderit. Faleminderit. Albania's Got Talent, here we come. No doubts, riding with a pistol grip. What up, AGT, 9 Toxic Records. Unë jam Kroni, a.k.a. Kronz. Unë jam Joni, a.k.a. JNZ. Unë jam Lisi, a.k.a. Lisix. Unë jam thjesht Tioni. Edhe nana këtu, arsyeja kryesore me spread some love për art, për muzik, për rini, po më e rëndësishmja me have some fun kid bash. And we're gonna do that. Stay toxic. E dojna ekstremisht, bra. Mamma mia. Goni, Diler ti menaxhoj unë me Elsën këta se janë. Kush qa filloni kështu me njerë jo? Pa folur. Aha. Wow. On check, give me the mic të ri, kanë 3 kon trilotet reprezentant, e për shtë vend që na thyrbi me producent. We back, forqen si për forqen IGT, bojmë koncert. Switch! Jo, nuk I lojna mu afru, njishta jëm të I numru, e stili klubin se n'kan zetën kam botu. Kakabu, qefi repin kakaplu, me konë repi bif, thoj këtë djalli shumë ka plu. Doj nice kë kuban me kugla, o, s'kena ku mu m'bur, pse jena cool non-stop. Cash rules everything around me. Cream, punujna për mi po, jena unë për dorë. Përmytje komision, juria komision, e njejtë jam sa nuk ndryshon. Kur pi për ziktori, ma të veshruju për nga tronë, s'mona mu harzu, po që naj sa na verim kompenzon. Ka tellën e na taksi breakers, sa mujna me një të energji për juve. Jëm JNC, jëm teresitin, terënqish, jëm porësi, me rëndësi këta mire din, kur tona I bit, kur shka me hi. Po keke I shumë mirë, po përzin ta su më mi hi. Noti mix me gjelozi, si lemi po si verbëri. Kur talë, që e ti e një me erë, qeljan hund. Nalë të lyv zhanret muzikës se vesh për to jëm mund. Nalë të këshyr, pa të shina I shooting star, muj me zhujt. Dët na bojna grajna, mon fund ty po qelën pun. Parem pa te më vi me thy, para në mre pa. Na bengim shelin 3 refren. Ojen ty, sërp syr, për pos gjepa ftu më fry. E pina sosin sonin qyn këtë zemër sërtu e ushty. Hip-hopi është art, kultur, vepër, straight from underground, finale na vi me setër. Prej Prishtinës Tiranën, çdo qytet jetër. With a new era, jo nuk kena sot për nesër. Bravo! Hold up, we ain't done yet, gotta get it down. Hold up, we ain't done yet, gotta get it down. Hold up, I said hold up, we ain't done, get it down. Trip so much I might even drown. 9 on my lap, I might shoot for my crown. I said, baby come close to me. Gangsta you, equal gangsta me. Get it down, Johnny dur t'en tavan. Kur po ina performance, y'all know what's going down. I said down, leto me jetu në fantasy. Win no lose, 100% na kill it. Money shoot. Mamma mia. Bravo! Edhe në goditën finale të regjurist, mos u ktheni. Bravo. Wow! Qysh është e mundur me bo njeri kaq mirë beatbox? Nuk e di, është një sen që e kom bu pej që I kom 6 vjetë. Dhe veç shumë ka orë që ashtë. Të praktis për ku mas ku e pa e nëllë korë dhe ku ma rritë me perfekcionu. E kom halën që qaq mirë ka t'inglu, sa që ka me mendu dikush që ka bazë muzikore ritmike. Jam shumë dakord. Po. Për marë si kompliment që falenderit shumë. E marë se... Ama edhe ju e keni qa, po ma merë menja që jeni të Prishtinës. Po, nena Toxic Records, nena të Prishtinës. Qka ke një vargë atë një rësht, diçka juria? Se nuk e ka pa.
Okej, kom thonë, për mytë e komision, juri a komision, i njëjtë jam kur gjë nuk ndryshon. Hip-hop. Hip-hop? Unë s'po e zgjati. Shumë po, jam shumë po. Menzi s'po pres me ju pa prap. Shumë falenderit. Dhe na ty. Quna keni qënë fantastik sonte. Edhe me në krye beatboxerin ton që më dhe sonte i den, ka që mirë je, sa me dova në të ardhmen, ndose unë nuk ushtroj këtë lloj rrymë muzikore, të realizoj një këngë me Elsa Lila Zëri, tip beatbox, nuk kam nevojë fare për orkestrën. Okej. Edhe? Po, ide shumë e mirë. Falenderit shumë falenderit. Dhe pse jo të realizojmë një diçka të tillë. Tjetër. Vetëm mos më xhelozojnë djemtë e tjerë pastaj, që ja u mora, apo jo. Edhe ju ishit shumë të mirë, shumë komplimenta, sepse rapi është një disiplinë shumë e vështirë. Shoqërinë dhe dashurinë që keni dhe respektin që keni për njëri tjetrin e keni shprehur më së miri sonte, sepse dukej lidhja emocionale dhe shoqërore që ju keni me njëri tjetrin. Nuk duket që nuk jeni 4 personazhe që jeni njohur para një jave dhe po prodhoni këtë gjë, por që keni një lidhje, një afeksion shumë të madh me njëri tjetrin. Shumë komplimenta çuna për mua, jeni këtu me ne. Shumë falenderit. Falenderit shumë. Unë jam i bindur që gjithë estrada, sidomos ajo e hip-hopit, çdo të hënë, pavarësisht që bëjnë sikur kanë vrasje për të bërë në atë ditë, na shohin gjithë neve nga ora 9 deri në orën 23 këtu në Vision Plus. Unë mendoj që të gjithë ata nga i parit e i fundit duhet kenë frikë nga ardha juaj në skenë. Ju meritoni të jeni në skenë, ju meritoni të bëni me para, ju meritoni të bëni atë gjën keni lindur për të bërë. Po dhe nga unë, shumë e madhe. Shumë falenderit. Shumë. Për te vlerësimi tim maksimal për prezantimin tuaj. Po. Shumë falenderit. Që fëmi në këtë profesion. Kam dhënë shfaqje në shumë skena. Hera e parë në konkurrim.
never say what I have lost. You can never guess where I've been down. I can never break something that ain't wrong. Baby, come and taste what I have in store. Mamma mia! Mange papa, ça bon plus. Et si e kemi harxuar godën batën atë gjithë, ha? E ka goni. Si papa më fare më. Bravo Goni! Wow! Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Po nga vjen ti o Trim, nga vjen ti. Dhe si quhesh? Unë jam Semira Molle. Po unë nuk di të them, a bravo, a suksese. Thjesht vetëm që jam në egzaltim, ndjenjash për gjithë performancën tënde dhe më vjen ashtu që vajzat më rrëmbyen dorën. Shumë faleminderit. Nuk më lan ta shjoja nuk deri në fund se unë doja të godisja tamam kur doja. Bravo. Shumë faleminderit. Spektakli sot në këtë mbërmje ka emrin tënd. Faleminderit. Shumë faleminderit. Urime. Po e lehtë ishte, nuk është se u lodhe shumë. Me thënë thjesht mbahesh aty. Po, është diçka që mbahesh aty. Edhe ti në çështë do mund ta provosh ose lehtë. Po jo, herë tjetër. Okej, dakor. Urime shumë. E fantastik. Sa të paduruar që je. Po jo, po na shtypim përpara. Pse Po tham se nuk e shtypje pra. Kishim frikë. Po nuk bëhet fjalë fare si mos ta shtypjo. Unë kam shtypur
që në moshën 3 vjeçare kam prekur baterinë për herë të parë. Luaj gjithashtu piano dhe kitar, por bateria është instrumenti që unë dua më shumë. Më pëlqen më shumë të luaj rock, por edhe rrymat të tjera që kanë melodi, ritëm dhe mesazh të bukur. Është hera parë që konkurroj solo në një skenë, por më prisni në gjysmën finale me një super performancë. Bravo! 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 Faleminderit. Barbrezi. Kush je, si quhesh? Quhem Roan, jam 13 vjeç, vi nga Tirana. Lumturia më e madhe ose një ndër momentet e mia më të mëdha që shijoj pafund gjatë mbrëmjeve të Got Talent janë pikërisht këto momente. Mendoj që edhe orientim, nuk e di pse të shoh një baterist në jazz and blues pas sa vitesh, nuk e di sa pasion e ke. Për moshën, staturën, vetbesimin, qëndrimin skenik, për mua shumë mirë dhe një po e madhe. Faleminderit. Unë jam shumë e lumtur që të pash ty sonte në këtë skenë, që i bie baterist me kaq shumë energji, me kaq shumë pasion, me kaq shumë profesionalizëm për moshën tënde.
sa që jam e lumtur që po rritet një brez bateristësh në Shqipëri, për mua si muzikante, sepse ne këngëtarët kemi shumë nevojë për ju. Për mua një po e madhe. Faleminderit. Solle një energji shumë të mirë sonte këtu. Ishe fantastik. Në kalimen gjitha, teknikisht s'po flasim, besoj që e di që ishte shumë mirë. Më trego sa të ka marrë kohë me ushtru kjo pjesë? Të pjesë në fakt unë e dija, sepse e kam bërë, e kam ushtruar shumë madje. Diku tek një javë. Wow, bravo, po, nga unë një po. Faleminderit. Ron, unë të vlerësoj për vetëm me një kusht, unë dua të jemi të barabartë përballë njëri tjetrit. Hiqi duart andaj se s'ti merr njëri shkopinjt. Kjo do me thonë, bravo. Bravo, bravo. Po. Faleminderit. Faleminderit. Hello, Albania's Got Talent! Chris, jemi në Shqipëri, du të flasë shqip. Po. Por ky s'ka faj sepse ka qenë i dhuruar nga një ventrilokuist anglis dhe është britanik, i cili ai ka marrë pjesë në Britain's Got Talent në finale. Apo jo, Chris? Unë e kam shqiptarizuar Chris, dhe është shqiptar. Edhe jam krenar. Chris, a mendon që shqiptarët kanë talent? Of course! Shqiptarët janë shumë talentuar. The Albania's Got Talent is amazing. Përshëndetje, unë jam Nikolas Bushi, jam 21 vjeç dhe më falni për gjuhën shqipe time, por kam lindur në Itali dhe jam rritur në Amerikë, por... Bravo për shqipen e bukur. Mirë se erdhe. Jam shumë falenderues për prindrit e mi që janë lodhur për të mësuar gjuhën shqipe time dhe jam shumë krenar për të qenë këtu për të performuar në gjuhën e nënës. Edhe unë kam ardhur për të performuar si një ventrilokuist. Tani, për ata që nuk e din çfarë është një ventrilokuist, është kur një njeri flet pa lëvizur buzë dhe bën një kukull të flasi. Dhe ka shumë avantazhe ventrilokuizmi, sepse unë këtu mund të prezantoj veten time sikur po më prezantoj një njeri tjetër, po zërin po e bëj po unë pa lëvizur buzë. Ja t'ju tregoj. Përshëndetje, unë jam Torizan Tusi. Ju nuk në shikoni, por dhe të në dëgjoni, sepse unë jetoj në imagjinatën e Nikolasit. Ky djalë është 21 vjeç dhe është ventrilokuizist. Jo, zotri është... është ventrilokuist. Ventrilokuizist. Jo, ventrilokuist, e njëjta gjë. Okej, më fal, ti e bë prezantimin. Nikolas Dushi është 21 vjeç dhe është ventrilokuist. Këte e thash edhe unë, po ti duhet të thoje diçka tjetër. Eto të në taguaj në shumë, të paguaj me të vërtetë ke? Po, i ka unë tani, ta që thatë, në jo 800. Bravo! Kjo është një në avantazhet si ventrilokuist që mund kesh. Kjo është një në... Më falni, është miku im Chris. Çfarë ka Chris? Është në valigje. Arritëm në Shqipëri. Si? Arritëm në Shqipëri. Po, arritëm. Eto të erë në nëzirë nga valigja. Çfarë? Një sekond. Çfarë ka? Në nëzirë nga valigja. Okej, një sekond. Për liga hapje. Një dua tërkitje për mikun tim, Chris. Wow, të ku jeni në këtu? Jemi të Albania's Got Talent. Wow, sa dukur të titë se nuk në thinë mua. Pse? Që taktën të kisha rregulluar tak flokët isha dheshur më mirë. Dua të impresionoj Adelinë. Po pas të bëjmë ara Chris, se shumë mirë dukesh. Ashtu thua ti. Po përshëndetje publikun. Përshëndetje. Përshëndesin të gjithë shqiptarët kudo që ndodheni që të na ndjekin. Po, në Shqipëri, Kosovë, në Europë, në Amerikë, në Hën. Çfarë? Nuk ka njerëz në Hën. Ta ngjalla alin ti ngjak, ka dhenë ku nuk ka shqiptarë. Kanë ngelur akoma disa në Shqipëri. Dëgjoj Chris, mos i futemi politikës tani. Pse?
Unë politikan jam. Jo, ti nuk je politikan, ti je kukull. E njëjta gjë. Dhe gjë këtu, përshëndetje Jurin. Wow, Adelina Elsa Çkemi. Tu va të flasë në Adelinën, fol. Çkemi Adelina si je? Hiq, mirë shumë. Adelina, sa vjeç je? Jo, dëgjoj Kris, nuk pyetet një zonjë sa vjeç është. Më fal. Adelina, çfarë viti ke lindur? Jo, është e njëjta gjë. Okej, një pyetje tjetër. Okej, Adelina, sa të shon? Kris. Edhe një. Adelina, a dëhysh në valigjën e mua të staj? Kris. Oh la la. Kris, jemi duke folur për Jurin. Çfarë Juri e 3 këngëtar? Pa i kush është? Ai e ty? Ai është Agron Laka. Pa i çfarë bën? Agroni është artist komik. Komik. Me fjalë tjera i papun. Genial. Fantastik. Pensionist Kris. Çfarë ti bën? Dëgjoj Kris, Agroni është artist me shumë vlera në Shqipëri. Ashtu? Po, kërkoj ndjes. Okej. Goni, më thal. Bravo. Në vjen keq që je pa punë. Kris, dëgjoj, ne nuk jemi këtu për të gjykuar Jurin. Ata gjykojnë talentin që po shfaqim. Pse ti çfarë të bën? Unë jam ventriloquist. Çfarë ka? Me tak fjalë dhe ti ta pun. Jo. Jo, dëgjoj këtu Kris, ventriloquizmi është shumë art i bukur. Ashtu thua ti, ventriloquizmi ka komedi. Po ti kur do na bësh në qesh? E fort, Kris. Dëgjoj Kris, ti çfarë bën? Unë jam këngëtar. Je këngëtar? Po, si Ed Sheeran. And I love you, the shape of you. Jo të shëndolla ka në një. Ed Sheeran. Po ja, si Michael Jackson. Michael Jackson, okej. Kris. Faleminderit. Kris, po atëherë me që je këngëtar, pse nuk na këndon një këngë? Okej, maestro, të lutem. Opera. Sul mare la cieca, la strada argento, la cina l'onda, prospero al vento, alita la città, archetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. A mund ta këndosh të pjesë prapë? Okej. Santa Lucia, Santa Faleminderit. Kris, shumë bukur. Po, tani të flas në menaxherin tim. Me menaxher, ku është? Ja, dhe në telefon. Kris, nuk lejon telefonat këtu në sallë. To telefoni im është i padukshëm. Është i padukshëm. Një sekund. Se nuk ka linjë. Okej. Alo, Gjilli. Ku je, burë, se unë me fari. Kris, që adonet njëra? Njëra të shkru në rodin e mesazh, o Kris, ku je, o Kris, ke unë fari. Të ti në i kathe të lenon, burë, që adon kësho? Kanë qenë i zërë. Ke qenë i zërë? Gjo, këndodhe një këngë tu të Aldinjës Got Talent të Nikolasin edhe i... Një sekund. Së të dodi, jam telefon. Okej, më falë. Alo? Një sekund. Si t'ja bëjnë, këndodhe një këngë të Nikolasin. Kërkoj të ages. Ti kërkoj të ages?
Po, edhe deri thala Castros. Castro të do thala Qimi. Në ja taski. Po Chris, çfarë tha Qimi? Tha që ti duhet të më taguash. Të paguaj? Nikolasi nuk në taguj ti nu. Ta i kush është? Ai është prezantuesi im. Nikolasi nuk më tha si kokorleku. Dhe Chris, unë nuk kam lek me vete. A jo? Jo. E të atëherë çfarë kene gjetë? Ujdo, në dëgjove. Chris, unë nuk kam gjë në gjep përveç një tullumbac. Okej, shumë mirë, thërje. Të fry tullumbacin. Chris, nuk kemi kohë për të fry tullumbatin se jemi të lutem. Chris, të lutem. Chris, jemi para publikut, do ta fry tullumbacin pastaj dhe do ta jap. Po kjo çfarë ishte? Në t'i dhim. E di çfarë? Çfarë ndodhi? Chris, kur unë jam duke fryr tullumbacin, ti duhet të bësh diçka tjetër. Okej, kur ti e të këthyrë tullumbatin, unë do këndoj një këngë. Çfarë? Ti do këndosh kur unë jam duke fryr tullumbacin. Chris, kjo është e pamundur. I don't care. Chris. Chris, kur unë jam duke fryr tullumbatin, ti nuk mund të këndosh. Chris, po e provuam, unë dhe duke më qesharak. Ky është plani. Hajde tani jeti, hajde jeti. Bravo. Nuk ka mundësi. Ama nuk ka Jo, mos e shtry. Pse? Dua ta ndaj unë. Do të bash tullumbacin. Unë e di vendin perfekt, të lutem. Unë e di vendin perfekt ku ti mund ta mbash tullumbacin. Ku di jetë se jo në kohë, jo. Take it off. Anglisht? Fol shqip. Shqyqë tullumbacin. Jo, Chris, nuk e heq tullumbacin sepse kjo është vetmja mënyrë me të mbyllur gojen. Tani unë duhet të them që gjatë historisë të ventrilokuizmit nuk ka pasur kurrë një ventrilokuist që mund të. Chris, çfarë po bën? Isha duke lidhur tullumbacin. No. Po si e bëre ti këtë? Janë edhe magjistarun. Magjistar? Po, më kanë mësuar dadi jo. Po me që qenë këtë magjistar, pëse nuk në bëhë një numër? Okej, unë do fluturoj. Faleminderit. Bravo! Bravo! Chris, e jashtëzakonshme. Tërnua të flet? Faleminderit, Elsa. Unë jam pa fjalë, jam e impresionuar nga talenti juaj. Tani të ndonë e turt. Do me thonë, nuk mund të imagjinoj se si mund të ndodhi kjo gjë. Chris, ti dukesh i vërtet. Edhe ti në dukesh e vërtet. Edhe Castro. Një skenar jashtëzakonshëm, ti lindur për skena, ai shoku jot më jashtëzakonshëm se ty. Pa fjalë, jashtëzakonshëm.
Jam pa koment, gjë që ndodhë rrallë, e jashtëzakonshme, e pabesueshme. Bravo. Faleminderit. Nikolas, Zotit ka falur një regjistër të llahtarshëm për të qenë ky që je, bashkë me alter egon tënde Kristin. Faleminderit. Improvizon në mënyrë komike dhe fjala bravo nuk e di sa peshon tek ty, po për mua faleminderit që erdhe në këtë Albania's Got Talent dhe të shijuam. Bravo Nikolas. Bravo. Wow. Urime. Faleminderit. Urime fantastike për finale, rëmbeve Golden Buzzerin. S'ke turp? Ja, it's fine. Okej, i qik. Okej, tak. S'ka që nuk e as i pari as i fundit. Ashtu? Son po lucia, son po lucia. Zëri ma kanë krahasuar me shumë këngëtar të njohur, si Frank Sinatra, Elvis Presley, Prince e të tjerë. Sot në Albania's Got Talent kam marrë të sjell zërin tim. Zakonisht para se të dal në skenë kam pak ankth, po sot kam një ndjesi shumë të mirë, se tek e fundit kjo është rruga ime. My way. Is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway. Një zë shumë I pjekur për moshën e ëndër. More, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've lived, I've left and cried, I had my fears, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me, I did it my way. For what is
did it my way. Wow, wow. Bravo, wow. Po si quhesh Morxhan? Andi, Andi, nga vjen? nga Vlora. Vlonjac, wow. Prandaj kishe edhe këtë zërin, kështu deep. Na knaqe, shumë një zëj plot, që rrallë mund ta gjesh, je shumë i ri në fakt për të pasur këtë zë e ke natyral, një zë i mrekullueshëm me një timbër, siç e thash, shumë të veçantë, sepse e ke një e ke të natyrshme të lindur. Unë pa diskutim që u emocionova shumë, edhe është një këngë shumë e vështirë, me nota të zgjatura, i kishe perfekt, dhe unë do të them një po, pa tjetër. Faleminderit. Suksese. Faleminderit. Andi, sa vjeç je? 17. Mu duke këto notat e ulta i kishe pak më të vështira, por ma merr mendja se je duke kaluar në... Jo, kisha thjesht pak emocione. Normale. Ishte e mrekullueshme, nuk kam çka shtoj ma shumë se Ledina. Këngë shumë e vështirë, ishe shumë i mirë edhe nga unë pa dyshim një po. Faleminderit. Të bësh Sinatrën, aq më tepër një 17 vjeçar, janë dy rrugë. Ose je i çmendur, ose je shumë talent. Talent shpresoj. Ti antropologjikisht kështu në të parën i çmendur nuk dukesh. Naturaliteti i jotit i të shkuarit nga poshtë lart, një oktave dhe diçka më lart, unë nuk po them që më impresionoi, por duke pas parasysh gjithë fazën që një moshës tënde kalon, sidomos në Z, në atë pjekurin apo trashjen që ta ka bërë deti, mua sigurisht që më impresionove. Nuk e di pse të shoh që ti nga ajo skenë nuk është se do t'i ndahesh për një periudhë shumë gjatë jetës tënde, edhe nga mua një po. Faleminderit. Andi, unë do ta filloj me një vërejtje, se nuk të them do të po me një herë, e kam pak vështirë. Kur këndon, vërtet ti lëshon zërin që është dhuratë e Zotit, por në përgjithësi thuhet që këndon me gojë dhe flet me sy. Duhet të flasë syt kur këndon. Ta përjetosh atë që është, edhe pse një këngë të madhit Sinatra etj. Me i tha atë, është një hap i parë i yti në këtë skenë, unë di të them se pas zjarreve të mëdha që ra në Vlorë, pas një bumi turistik, pas prishjes atyre gjërave pa leje, pas inaugurimit të aeroportit të Vlorës, ti je gjëja më e bukur që i ka ardhur Vlorës këto kohë. Faleminderit. Andi, bravo. Më vjen shumë inat vetëm për një gjë që e hëna vjen shpejt, po njëkohësisht e hëna përfundon shumë shpejt sepse kështu është kur kalohet bukur. Nuk them kot që jeni të jashtëzakonshëm, se unë nuk gënjej kur, edhe kur gënjej dukem, kështu që hapni syt dhe veshët. E rëndësishme është që jeta është e bukur sepse është e shumëllojshme. Është e bukur sepse ka histori të ndryshme, njerëzish të ndryshëm dhe Albania's Got Talent është pikërisht i veçantë për shkak të shumëllojshmërisë dhe ngjyrave që përcjell, sepse në këtë skenë gjiten çdo ditë njerëz të jashtëzakonshëm, shumë të talentuar, por që mbi të gjitha janë njëri nga ne. Dhe për këtë më vjen shumë mirë që përmes kësaj patente ndërkombëtare edhe në Shqipëri përmes Vision Plus arrim të sjellim një realizim ëndre dhe jo vetëm përfituesin e madh të çmimit kryesor të këtij spektakli për 20.000 eurosh, por mbi gjitha për çdo që ka sukses. Dhe kjo është pjesa më e bukur. Faleminderit që keni qëndruar me ne, faleminderit që jeni pjesë integrale e Albania's Got Talent.
Ne do të shihemi të hënën e ardhshme. Faleminderit, një juri të jashtëzakonshme. Elsa Lila, Adelina Ismaili, Agron Llakaj, Castro Zizo, jeni yje nga Unisë Islami. Papshi ëndra të bukura, ju dua shumë.